që kjo masmeje është që ajo fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore që Faton Peci e ka nënshkruar një kontratë kriminale ku prej shtetit ja bardh një operatori privat në një kontratë e cila secilin ne e ka shkelje ligjore. E shpalosim kontratën pastaj, po veç po du me pa jo për çfarë hapësire bëhet kjo. Krejt që kjo fabrikë. Hapësira e pafundme për rreth. Gjithka, edhe anena, ktheje pak, edhe kjo pjesë me. Mas e ktheva me. Që edhe ajo pjesë. Edhe qyri kamionat, hade mere kamionat. Këtë kamionat, generator, pajiset me na fabrike, cilat, hajde këshyre, e në konë donacion për i bashkimit evropian. Këtë i tabela që. EU Funded Project. Këtë që kjo, dhe këtë pajisje, e kanë shu Faton Peci me qëra një kompanije private për 2.500 euro. Të desë. Kurse, si pas kontratës, të njëjtës kompani jep subvencione prej shtetit 3.200.000 në vit. Pra, ja merr 30.000 euro në vit, si qëra, është hapësirë. Para me ndojnë çfarë hapësire. Kurse ja jep si subvencione, si pas kontratës 3.200.000. Sepse në kontratë aty e kam bonin ne. Ku për çdo kilogram të grumbullum prej kompanisë, në këtë fabrikë, shteti e subvencionon 16 cent. Si pas ekspertëve, në vit kjo i bjen 3.200.000. Për 20 vjet i bjen 60 milion. Tash i kemi aty nën për nën edhe i ekspozojmë se cilën. Po veç po ta dëshirë me pa ju për çfarë hapësire bëhet kjo. Hajde. Është e pamundur me pasien live me poshtë, hapësirë gjigante. Hek fabrika të shkari. Në shumë përdojnë së përkush se par kamera që aty. Po ne, se që ta që na përshkojmë edhe kështu, po e shkojmë këtë hapësirë për rreth, po që qatë ndodhë të ta me shtetin ndorë Faton Peci. Tash e shpalosim dosjen edhe e shenim se cilin ne në shkelje ligjore. Kontratën tash e kanë edhe njësia e policisë Kosovës edhe ta shkojmë të që po ndodhë. Edhe diçka, para se me shku të kontrata. Fabrika që është dash me marrë, kompania që është dash me marrë këtë fabrikë, është dash si pas thirrjes publike, është dash me pas të paktën 10-15 vjet përvojë si përpunues i mbetjeve shtazore e grumbullues. Amo fabrika që ka fitu është e hapne në ARBK, tash ju tregoj, 5 ditë të dalë shpallja për me marrë me qëra këtë fabrikë. Po ka dhe plot tjera aty. Kështu, zotri Peci, vazhdo.